Në këto vite, arti ynë i realizmit socialist është bërë thellësisht demokratik. Aty gjithmonë më shumë janë ngjizur ndjenjat dhe mendimet e popullit. Në këto 15 vjet, ai hodhi rrënjë edhe më të thella në trullin e kulturës dhe folklorit tonë. E për krah tij, mori hovë të papar një lëvizje e gjerë amatore. Për festivalin folklorik kombëtar të Gjirokastrës, vetëm shoqe u aktivizuan 33.000. Aq sa ishte shumë vjet më parë numri i amatorëve të aktivizuar gjatë një viti. Vjen mbrëmje. Mbyllet një ditë e gjatë pune për të pritur një ditë të bukur feste. Festën e shkrimtarëve e artistëve. Heroi i punës socialiste Shefqet Musaraje. Raportin e mbajti kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve Dritoro Agolli. Mbi 1000 punime në vit të më shumë se 600 autorëve flasin për ecurinë dhe përparimin e arteve tona figurative. Në mënyrë të veçantë, arritjet janë vënë re në pikturën e Kavaletit, si dhe në atë monumentale, që në Muzeun Historik Kombëtar dhe atë të Skënderbeut në Krujë u harmonizuan mjaft mirë me arkitekturën. Arritje ka ndërkaq dhe skulptura, grafika e panot me subjekte të ditës. Detyrat e reja. Dhe nisen shkrimtarët dhe artistët në veprat më të mëdha të 5 vjeçarëve, në frontet e vështira të punëve, ndërmjet njerëzve të thjeshtë. Atje në veprat që sapo krijohen, lindin heronj të rinj, me botën e tyre të bukur, plot vetmohim, optimizëm e dashuri. Aty krijohen heronjt e veprave të reja. Pasqyrohet jeta në të gjitha dimensionet, me të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen, me frymë popullore e originalitet kombëtar, duke fshikulluar çdo ndikim të huaj. Marrin dritë e ngjyra, marrin zë e jetë veprat e para. Një tablo për kosovarin e pamposhtur. Mbresa të gjalla në bllokun e piktorit, nga puna dhe jeta pranë kooperativistëve. Skulptorët tanë të mirënjohur punojnë ide maketet e para për monumentin e lirisë që do të ngrihet në sheshin kryesor të Tiranës. Mali gëzohet kur lind gjengji, kur blegrin ndelja e lëshon në qumësht bari. Mali fluturon prej lumturie ndër qiej, lartësohet mali te i qiejve, kur njeriu i buzëqesh çiltërsisht njeriut. Kur vjen pranvera poshtë në brigjet e detit, kur shkrin dëbora e rrokulliset guri në shpat, nën këmbët e kaprojve të bardhë. E pranvera
është stinë e përhershme në letërsinë dhe artet tona. Ajo lulëzon e mbushet çdo vit me gongje lulesh të reja që shtohen pa mbarim. Pranvera e artit. Të dashur miq, ndodhemi në këto momente në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar, pasi para pak ditësh është çelur në këtë muze Bienalia e Torinos në letër. Është një event ky i cili vjen për herë të parë në vendin tonë dhe mjaft i rëndësishëm, duhet thënë, për impaktin që ka në rrethin e artistëve, por edhe të artdashësve gjithashtu. Do të jemi në bisedë sot për të folur më shumë rreth kësaj bienaleje me një nga kuratorët e saj, gjithashtu edhe piktor dhe skulptor, zoti Vladimir Llakaj. Unë ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje dhe të ndalemi pak pikërisht tek kjo bienale e Torinos në letër, që fatmirësisht këtë vit erdhi edhe në vendin tonë. Bienalia e Torinos titullohet Stemperando, edhe elementin bazik e ka letrën. Është një bienale që zhvillohet gjithmonë, qendra e saj është në Torino, nga Instituti Ndërkombëtar i Artit Modern, që drejtohet nga presidenti Anselmo Villata. Dhe kjo bienale, duke pasur këtë karakteristikën e veçantë që të vetmin, si me thënë, shtrëngim që ka bërë, është që të gjithë artistët që do prezentohen në letër. Kjo është esenca. Kjo është esenca. Do shta pak për historikun e kësaj bienaleje, organizimi që është një herë në 2 vjet, apo jo se si erdhi edhe ne? Ka disa vite që organizohet, më duket se kjo është e 6-ta që zhvillohet, dhe para pak kohësh kanë filluar që të marrin, të ftojnë kombe të tjera, dhe këtë radhë shansin e pati Shqipëria. Ndërkohë, duhet thënë që është viti i parë që vjen edhe në Shqipëri. Realisht është një bienale që turin e saj ka pasur pikat e kontaktit ku do zhvillohej, sidomos Torino në fillim ku bëhet hapja, dhe pastaj do shkonte në Rom. Por duke qenë se vetë presidenti i kësaj bienale dhe Instituti i Torinos menduan që nëse do ishte mundësia që kjo të vinte në Shqipëri, do ishte një gjë shumë interesante. Atëherë ne jo vetëm e mirëpritëm, por kjo ishte një papritur që ne pranuam me kënaqësi dhe u munduam që kjo të realizohej, domethënë në Shqipëri, dhe fakti është që u realizua. Kjo është një gjë që vjen natyrshëm, pra është një rotacion ndoshta i logjikshëm i kësaj bienaleje. Çfarë e ka tërhequr ndoshta pikërisht pjesën e huaj italiane në rastin konkret, që të vinte edhe në ambientet e artit shqiptar? Bashkëpunimet e mëparshme, impakti? Unë mendoj që eksaktësisht. Domethënë, tashmë arti ose artistët shqiptar që xhirojnë nëpër botë, që ndodhen kudo që jetojnë, që bashkëjetojnë me problemet kudo që janë, pothuajse janë bërë një pjesë e përbashkët e mentalitetit global. Dhe duke pasur edhe një element të veçantë që kemi ne si kombë, që përcillet edhe nëpërmjet artit, është që këta artistë që na përfaqësojnë jashtë ose edhe brenda, tashmë kanë një energji ndryshe nga të tjerët. Domethënë kanë atë identitetin e tyre. Dhe kjo është, si më thënë, porta që çelet për ne, që të huajt ose ambientet jashtë kufive tanë e pranojnë këtë si risi, si një gjë shumë simpatike dhe si një kërkesë ndaj artit që duhet jetë domosdoshme kjo lloj energjie, kjo dëshirë, kjo dashuri për të kërkuar, për të qenë i barabartë, për të rrahur probleme të ndryshme si personale, po ashtu edhe globale. Ndërkohë përfaqësohen edhe artistë shqiptar krahas atyre të huajve me punimet e tyre, apo jo? Këtu kemi realisht numri artistëve këtu është 50 dhe janë nga gjithë bota, po sidomos italian. Kemi emra shumë të rëndësishëm të tyre, si Sugi, Nanikeli, janë dy emra kinezi, nuk arri do të shqiptoj, që është një vajzë kineze që është sot nga nivelet më të mira ndërkombëtare. Ndërsa përsa përket pjesës shqiptare, janë ftuar 18 artistë. Disa operojnë jashtë në Itali ose në vende të tjera,
disa operojnë këtu brenda. Sa e vështirë ka qenë përzgjedhja e artistëve shqiptar pjesëmarrës në këtë bienale? Filtrimi realisht është bërë për pjesën e Shqipërisë, pjesën e brendshme të Shqipërisë është bërë nga mua. Dhe unë jam munduar që kam thënë dhe herë tjera të jenë artistë, këtu ka shumë artistë dhe përzgjedhja është e vështirë. Domethënë gjithmonë për t'i përfaqësuar, të gjithë mund të përfaqësohen, por mundësia ishte kaq. Për pjesën time të vogël, për një pjesë të artistëve që kanë përzgjedhur në Shqipëri, jam munduar që të jenë të teknikave të ndryshme. Pikërisht, që të sillnit linja të ndryshme, dinamika të ndryshme, pra teknikat e personalitetet të ndryshme. Për shembull, kanë futur, ishte edhe kërkesë që duhet ishin edhe 2-3 vajza, dhe ne kemi arritur të gjejmë ato që janë për mendimin tim që punojnë, që nuk janë shumë pjesë të tregut, nuk janë shumë të konsumuara, që punojnë më shumë me vetveten, që domethënë kanë atë operimin brenda artit dhe jo jashtë artit. Ndërkohë, çfarë mund të themi për impaktin që ka një bienale e tillë në artin shqiptar, jo vetëm në komunitetin artistik, por edhe tek artëdashësit, tek vetë publiku? Impakti është një gjë pak a shumë, unë do thosha mendimin tim, sepse realisht impakti pastaj është një diskutim shumë i gjatë që duhet me i pyet dhe është koha ajo që vendos impaktin, vëdhullën për impaktin. Për mendimin tim, në këtë bienale, artistët shqiptar kanë prur ide, mendime dhe kërkesa personale artistike që janë të nivelit global. Si në teknik, si në simbolizma, në kërkesa personale e tjerë. Dhe kjo është një gjë e mirë, është një gjë që neve tashmë e kemi kaluar atë kufirin gri. Kemi hyrë në pjesën e mendimit global. Shihen ndoshta si hapësira apo si ura lidhëse për bashkëpunime edhe të mëtejshme, mos mbetet vetëm në kornizat e kësaj bienale pjesa e bashkëpunimit të artistëve shqiptar me artin botror. E bukura e kësaj bienale është pikërisht kjo gjë, sepse ka momenti që neve jo vetëm politikisht, ekonomikisht, por edhe kulturalisht të jemi pjesë e botës, pjesë e Evropës. Pas gjithë asaj vuajtje trysnie që kemi vuajtur, ne tashmë të paktën të ndjejmë këtë lloj lirie. Pastaja mendimet, aftësia krijuese, të gjitha vinë dhe rriten brenda kësaj hapësire. Dhe kjo është pozitiviteti i gjithë kësaj. Por një ekspozitë e tillë, një bienale e tillë, duhet thënë është faktor pozitiv për bashkëpunimet në perspektivë. Absolutisht është një faktor pozitiv, edhe për një arsye esenciale, sepse nëpërmjet artit neve, si më thënë, mësojmë nga pikpamja sociale, mësojmë nga pikpamja ekonomike, përthithim edhe kulturën e tyre, politike, përthithim mendimin, mënyrën se si e përzgjidhë një problem edhe në gjitha fushat, dhe arti e ka këtë fuqi që është i pa zhurmshëm, por hyn dhe bashkëpunon me ty në mënyrë intime dhe të mëson se si një problem mund të zgjidhësh edhe më thjesht. Dhe për shembull kjo mënyra të zgjidhurit më thjesht, mendoj unë, është pjesë domethënëse e kësaj bienale. Këtu ka punë të thjeshta, por që në brendësinë e tyre mbartin vërtetësi dhe një analizë shumë më estetike dhe të pa ngarkuar me emocione tjera, me ngjyra të tepërta. Këtë analizë të thellë e kupton vetëm grupi rrethi artistik apo dhe vetë artdarësit ne që e shohim, pra, që e prekim me anë të syrit këtë? Unë mendoj që të gjithë e perceptojnë në një farë mënyrë, edhe ata që a priori tentojnë të jenë kundërshtar. Kontakti i parë me... Edhe dikush që është a priori kundërshtar për diçka të re, e rëndësishme është që ai përballet me të dhe fillon dhe mediton, sepse një ditë do ketë një dialog më të qetë, nuk do jetë ky dialogu i kundërshtimit që nis si fillim dhe gjithmonë hap bën pyetje dhe ka monologje më shumë se sa dialog brenda. Dhe mendoj që ekspozitat të tilla, pjesëmarrjet të tilla duhet të jenë tashmë, duhet bëhen normale, duhet bëhen si një përditshmëri.
Sepse vetëm kështu neve do fillojmë Të ushqehemi vazhdimisht. Ushqehemi, do kuptojmë njëri tjetrin, do kuptojmë dhe atë që është që në thonjza ne e quajmë kundërshtar në mënyrën e tij të perceptimit dhe të propozimit të gjërave, por do fillojmë të analizojmë me qetësi. Dhe pikërisht këtë fuqi kanë këto ekspozita të reja, këto marrëdhënie të reja që janë për ne shqiptarët, por që për botën janë prej vitesh që funksionojnë dhe ata kanë mësuar shumë ato gjëra. Edhe ne duhet të bashkëtojnë me artin. Bashkëtojnë me artin, konsumojnë art. Duke qenë se jemi te kjo pjesë, sa bëhet realisht në këtë drejtim, në organizimin e eventeve të tilla, çeljen e ekspozitave, hapësira që i krijohet jo vetëm artistëve tashmë të konsoliduar në këtë fushë, por edhe artistëve të rinj që realisht krijojnë, por që fatkeqësisht për shkak të mungesës së hapësirave nuk arrin të përfaqësohen me anë të artit të tyre, të krijimit të tyre. Shiko, bëhet pak sepse ka një skepticizëm që arti është pjesë e një jetese luksoze, ose e një pjesë e një jete shumë të mbyllur e shumë të varfër. Duhet të jetë kështu apo është kështu? Absolutisht nuk duhet të jetë kështu, edhe nuk ka qenë kështu. Këto janë për mendimin tim teorira që janë krijuar dhe nuk kanë asnjë gjë bazike. Arti është çdo popull që ka përqafuar artin në të gjitha periudhat e jetës vet, ngritjet dhe uljet, që e ka pas artin përballë, në krah, e ka mbajtur afër. Ja ka parë të mirat sepse pikërisht këtë po thoshja është shumë edukativ, është e vështirë të flasësh për artin, por është, si më thënë, gjëja që del pikërisht nga subkonscienca jonë, nga thellë brenda nesh. Dhe thellë brenda nesh flan shumë probleme. Dhe kur ne arrim sa më thellë të shkojmë dhe të gjejmë probleme ose dëshira, dhe të nxjerrim ato në pa, kjo arrin që të na nxjerri, të na bëjë njerëz më të logjikshëm, më koherent, edhe kështu shkon zinxhir dhe vetë ambienti, nacioni, populli, ambienti ku rriten këto lloj kulturash, fillojnë dhe janë shumë herë më koherent, më saktë. Artistët e huaj kanë qenë edhe vetë prezent fizikisht në këtë muze apo përfaqësohen vetëm anë të krijimeve të tyre? Jo, kishin ardhur disa artistë. Pikërisht dua të di këtë pjesën e... Po këtu kemi artistë shumë të rëndësishëm. Takimit me artin. Kemi disa emra që unë nuk arrit do ti Sugi, Kazorati, Nemelka, thash për këta dy kinezët, janë shumë artistë të cilët nuk kishin të mundshme të vinin për një arsye sepse janë shumë të zënë me shumë ekspozita, të angazhuar në jetën e tyre artistike kudo në botë. Dhe kjo na bën nder kësaj radhe, sepse këtu nuk ka ardhur një ekspozitë me artistë që nuk janë pjesë e historisë artit, janë pjesë e historisë artit. Dhe na kanë marrë në konsiderat neve që realisht sot kemi dalë dhe po mundohemi që të konfrontohemi me ta kulturalisht. Impakti që ka patur tek artistët e huaj që kanë ardhur, kanë qenë prezent në këtë muze? Impakti, unë flas për shembull për presidentin e kësaj bienale, Anselmo Villata, që ishte një filio d'arte, një bir arti. Prindrit e vet kanë qenë kritik të famshëm të artit, kanë organizuar gjithë jetën ekspozita dhe ishte një person adapt për të kuptuar se si lëviz ndjeshmëria ndaj artit, se si lëvizin rrymat dhe ku qëndron ajo pika e forcës. Dhe pikërisht ishte ai që ma tha këtë gjë që pak a shumë e thash më përpara, këtë çështjen e një energjie puro, dhe një guximi për të përballur me element social dhe artistik që realisht këtu ose janë shumë të padukshëm, janë shumë të fshehur, ose ndonjëherë janë shumë të egër, shumë të dalë në sipërfaqe. Dhe që një artist arriti zbusi dhe t'i bjerë këto efekte që ndonjëherë nuk është një e përditshme që ti e di se çfarë është, e ketë qartë 100% dhe fillon dhe mediton mbi të dhe nxjerr produktin, nxjerr konkluzionin. Kurse kur fillon dhe këto gjërat janë si të fshehura,
atëherë këtu është niveli cilësia e artistit. Dhe atij I pëlqente kjo situatë që ky ishte vlerësimi I tij personal. Do të ketë sërish zhvendosje gjeografike kjo bienale apo jo? Është Roma. Është një vilë që ekspozon shpesh në Romë, që është shumë e rëndësishme. Stacionimet e kësaj bienale çdo herë që është bërë kanë qenë shumë të rëndësishme, shumë të organizuara dhe kanë në Itali impaktin e vet të një lloj niveli artistik. Ndërkohë duhet të përmendur fakti që është edhe një tjetër kurator shqiptar në këtë bienale. Sa e vështirë ka qenë për të gjetur gjuhën e përbashkët mes jush në përzgjedhjen e artistëve shqiptar? Dhe se kemi gjetur. Ai që na ka bashkuar më shumë në këtë rast ka qenë kuratori vërtet, që është italiani, Anselmo Villata. Ai ka thënë që në shumë artistë që ne kemi propozuar, ka rënë ai dakord në shumicën e rasteve për këta, që ekspozojnë sot. Ndërsa absolutisht edhe ne kemi gjetur në një moment caktuar se kur diskuton për 5 artistë dhe ndër ta do zgjidhet njëri, patjetër që do ketë diskutime. Por kemi arritur që ndërmjet në komunitetin tonë të jemi më të mirë kuptueshëm dhe ta marrim dialogun të mirëqend, pastër dhe të nxjerrim fakte. Produkt një finalizim sa më cilësor. Një finalizim sa më cilësor, sa më demokratik. Ju vetë përfaqësoheni me një punim tuaj në këtë? Po, çdo artist përfaqësohet nga 2 punime në letër. Piktur, grafik, vizatim, akuarel, fotografi. Dhe bienale do të qëndrojë e hapur deri në maj, apo jo? Bienale është e hapur deri në maj, deri në datë 10. Deri tani pjesa ndoshta e vizitave nga ana e ardhashëve publikut. Si ka qenë, si e keni vlerësuar deri këtë ditë sa është çelur? Po ja shikoj me edhe rolin e medias ndoshta në pasqyrimin e tilla. Shumë interesante. Media absolutisht ka qenë shumë dashamirëse dhe vëri një gjë që, si më thënë, media është e etur për këto lloj eventesh. Edhe kjo është një pikë shumë demokratike sepse media është ai përçuesi I këtyre energjive që pjesa tjetër pastaj e vizitorëve, edhe kjo është duhet me bëjë një emision të veçantë dhe duhet me instalu një kamera këtu të fshet. Me vënë re se çfarë ndodh dhe për të kuptuar vërtet interesin dhe për të kuptuar realisht se çfarë impakti ka kjo bienale edhe tek një pjesë artistëve që ne I quajmë periudhës tonë klasike. Që këtu kanë ndaj tyre, domethënë kjo bienale vjen gjëja si mund ta marrin si një konfrontim edhe kundër të shkuarës. Pra ndërthurja dhe elementeve më modern. Por këtu për shembull ka autorë që janë të moshave 65 vjeç, 70 vjeç. Janë grup mosha të ndryshme. Janë grup mosha të këtyre që janë bashkëmoshatar të këtyre artistëve tanë që ne I quajmë klasik. Realisht, për mendimin tim, nëse ne jemi diku këtu, jemi dhe në meritë të tyre, edhe sipas meritës të tyre, fal tyre. Edhe kjo është një lojë shumë interesante për të kuptuar se ndonjëherë njeriu, edhe kur është në nivele shumë të mira, e ka pak të vështirë ta pranojë një gjë ndryshe. Unë pikërisht për këtë kam ngul që kjo bienale këtu e ka të vlerën e vet, veçantën e vet, që të imponon me qetësi që ta pranosh ngadal, sepse këtu ka punë shumë të thjeshta, ka disa punë që janë shumë të thjeshta dhe një që është një profesionist shumë I madh në shqiptar, në nivelin ose edhe jashtë ndodh kjo, që ka një teknikë absolute, që punon shumë, që kërkon simbolizma brenda një vepre. Punët e thjeshtuara I pranon me pak vështirësi, mendimin e thjeshtë, e thënë thjesht, me 2 detaje, por duhet mësojmë edhe me këtë që duhet I pranojmë të gjitha, sepse ne mësojmë shumë nga ky burim artistik, shumë I fuqishëm edhe, por edhe ata, domethënë, edhe ky lloj arti duhet mësoj nga kjo e reja që kërkon ta gjej elementin kryesor në pak element, jo në një mori të madhe. Domethënë, është një mendim që ka një shekull tashmë, mos më shumë, që ka hyrë në
botë, në Evropë sidomos, ku gjërat të thuhen edhe thjesht, pa mbi ngarkesa. Duke sjellë ndoshta pak nga eksperienca juaj e udhëtimeve jashtë vendit ton, çfarë e lidh artin shqiptar apo çfarë e veçon, e ndan ndoshta nga arti botror? Piko, neve në radhë të parë, sepse arti në përgjithësi bëhet edhe si një strategji pak a shumë kombëtare. Duhet një sensibilizim shumë i madh për ta ndihmuar artin në përgjithësi, sepse realisht ne kemi artistë shumë të mirë. Por nëse atyre nuk u jepet mundësia që të konfrontohen, të ballafaqohen, të bashkëjetojnë me këtë globalizëm, mbeten në eklips. Sigurisht që përfundimi do jetë disa kopjues të një mode që vjen nga jashtë. Domethënë ata nuk janë pjesë jetësore e këtyre problematikave. Mbi këtë gjë duhet luftuar. Këta duhet ndihmuar që të jenë pjesë jetësore e të gjitha problematikave që ndodhin brenda dhe jashtë. Zoti Llakaj, unë dua t'ju falenderoj për këtë intervistë zhvilluar së bashku dhe t'ju uroj suksese të mëtejshme. Komplimenta edhe një herë për Bienalen. Faleminderit ju dhe televizionit tuaj. Faleminderit. Mirë, të dashur miq, ne e mbyllim këtu këtë bisedë me artistin Vladimir Llakaj. Folëm në këtë mënyrë për një event mjaft të rëndësishëm siç është Bienalja e Torinos në letër, që vjen për herë të parë në vendin ton. Do të kalojmë një herë pas siglës tek një tjetër rubrika personazh. Gustav Klimt lindi në Vjenë më 14 korrik të vitit 1862. Në familjen Klimt, të gjithë fëmijët shfaqnin prirje artistike. Në vitin 1876, 14 vjeçari Gustav nis shkollën e artit të Muzeut Austriak, ku do të studioj deri në vitin 1883, duke mësuar teknika të ndryshme artistike, nga mozaiku deri tek keramika. Në vitin 1888, Klimt nderohet me mirënjohje zyrtare nga perandori Francesco Giuseppe dhe Universiteti i Monakos dhe Vjena e shpallin antar nderi. Në vitin 1892, pas vdekjes së teatrit, edhe i vëllai ndron jetë. Kjo gjendje la gjurmë edhe në prodhimtarinë e tij artistike. Në të njëjtën periudhë takohet me Emilie Floguet, e cila edhe pse ishte në dieni të marrëdhënieve të piktorit me femra të tjera, do t'i qëndrojë pranë deri në vdekje. Në vitet 90 të shekullit të 19, Klimt do të pranonte se ishte babai i të paktën 14 fëmijëve. 9 piktura nga veprat e realizuara nga Gustav Klimt sot gjenden në koleksionin e përhershëm të Muzeut Kunst në Vjenë. Në 1910 merr pjesë në Bienalen e Venecias dhe një vit më pas merr çmimin e parë të ekspozitës ndërkombëtare të arteve në Rom. Veprat e tij do të ekspozohen edhe në Firenze, Bruksel, Londër dhe Madrid. Pas kthimit nga një udhëtim në Rumani, më 11 janar të vitit 1918, goditet nga një iktus, gjë që do ta çojë në humbjen e jetës më datë 6 shkurt të po atij viti. Gustav Klimt konsiderohet si piktori që përfaqëson më së shumti artin e ri. Tek ai dominon simboli, linja elegante, thirrja e realitetit. Miq të dashur, ka ardhur momenti që të njihemi së bashku me disa nga aktivitetet më kryesore të artit pamor të zhvilluara gjatë kësaj jave, dhe duhet thënë që ato kanë qenë të shumta dhe me nivel të lartë artistik. Kemi përzgjedhur disa prej tyre. Kështu, në ambientet e Galerisë Kombëtare të Arteve, këtu ku ndodhemi momentalisht, është çelur ekspozita e piktorit të njohur turk Devrim Erbil, me dashuri nga Stambolli. Kjo është ekspozita e parë e këtij artisti me përmasa të mëdha ndërkombëtare dhe përmban 25 vepra kuruar nga kuratoria e njohur e artit turk Beste Gursu. Tablot janë me përmasa të mëdha në teknikat e vajt, teknike përzier, print digital, mbi alumin dhe thurje në tekstil. Artisti në veprën e tij sjell një befasi në trajtimin piktorik që është shumë unikal, ku ngjyra incizon vijën e vizatimit në imazhe abstrakte. Ky është një nga artistët më të njohur në artin turk, dhe kjo ekspozitë duhet theksuar që po ndiqet me interes nga publiku shqiptar. Artisti ka dhuruar edhe një vepër Galerisë Kombëtare të Arteve, pikërisht tablon Gallataja e Gjelbër.
Nga ana tjetër, në Muzeun Historik Kombëtar vazhdon të afroj publikun dhe turistët e huaj jo vetëm me sallat moderne ku shpaloset e gjithë historia e Shqipërisë, por edhe me ekspozitat e bukura që çelen në sallat ekspozuese të saj. Kështu, para disa ditësh, u çel Bienalia ndërkombëtare Stemperando, kuruar nga një artist shqiptar me banim në Firenze të Italisë, Alfred Miloti Mirashi, që ka bërë bashk artist nga bota dhe një numër artistësh nga Shqipëria. Ekspozita afron artistët që punojnë dhe realizojnë veprat e tyre në letër. Kjo ka bërë që ky aktivitet të jetë i veçantë dhe të afrojë një publik që po sheh frymëzimet e artistëve të ndryshëm në një ekspozitë interesante dhe unike. Një lajm i bukur ndërkohë për artin shqiptar, piktori i njohur Anëri Sala përsëri sjell një lajm impresionues për publikun ton. Për herë të tretë fiton çmim si piktori më i mirë në Francë. Sukseset e tij na gëzojnë dhe janë lajme të bukura dhe frymëzuese. Emisioni Art dhe Art i uron suksese të mëtejshme në karrierën e tij artistike dhe me të tjera çmime. Të dashur miq, këto ishin disa nga aktivitetet e artit pamor që kishim shkëputur për ju në këtë rubrikë. Menjëherë pas siglës do të kalojmë në një tjetër kënd të veçantë, libri i artit. Kemi kaluar kështu në një tjetër kënd të emisionit Art dhe Art. Do të njihemi tashmë me një tjetër botim të artit pamor. Kemi përzgjedhur librin monografik nga studiuesja Suzana Varvarica Kuka, Gjelosh Gjokaj. Libri është studim mbi krijimtarinë e artistit të shquar shqiptar të Tuzit të Mal të Zi. Ai është një botim serioz i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe të seksionit të arteve të kësaj akademie. Libri është një studim i mirëfillt mbi artin dhe rrjedh si rezultat e një vështrimi esencial mbi veprën e artit të Gjelosh Gjokës dhe ndryshimet që pësoi ajo gjatë periudhave të ndryshme të jetës së artistit që po zhvillohet deri në ditët e sotme. Libri i kushtohet në rrugë estetike dhe filozofike, fenomenologjisë artistike dhe se si ajo është zhvilluar në procesin e pikturimit të artistit Gjelosh Gjoka. Libri është i ndarë në tema, të cilat e ndjekin jetën e artistit që nga vendlindja në milesh të Malësisë së Madhe, ku lindën, jetuan dhe luftuan patriotë shqiptar si Det Gjo Luli. Tema e parë i përket studimeve të tij në Akademinë e Arteve të Beogradit dhe diplomimit të tij të shkëlqyer në grafik dhe pikturë në vitin 1966. Ky është një vit fatlum sepse arti, talenti dhe temat mbi njeriun e rrënjve të tij i dhanë njohjet e para në arenën ndërkombëtare ku arti i ish Jugosllavisë kishte një zë të mirë asaj kohe. Gjelosh Gjokaj, artisti i ri shqiptar, u respektua dhe u angazhua në shumë ekspozita si një prej artistëve më të shquar të atij vendi. Tema e dytë lidhet me shenjat e kohës, të cilat marrin në konsiderat edukimin, familjen, patriotizmin, memorien fëminore dhe vendin që zon ato në hapësirat krijuese. Tema e tretë lidhet me modernizimin dhe ndikimin e tij në krijimtarinë e Gjelosh Gjokës. Modernizëm përpunoi imazhet krijuese dhe bëri artistin ndjekës korrekt dhe pasionant. Ai u kthye në një postmodernist europian, pasi jetoi dhe krijoi në Kosovë, Itali, Gjermani, duke krijuar rreth vetes aureolën e një prej artistëve të njohur të huaj të Italisë në vitet 70-80. Tema e dytë i përket udhëve të tij të artit, të cilën autorja e ndan në 3 periudha. Periudha e parë, nga viti 1963 deri në vitin 1969, është një kohë artistike e shpenzuar në Beograd, Tuzë dhe Prishtinë dhe krijimtaria i përket memorjes së tij fëminore dhe qindra fletëve grafike të mrekullueshme. Njeriu është personazhi i fortë i ndjesive të tij. Periudha e dytë, nga viti 1969 deri në vitin 1983, është një kohë artistike e shpenzuar në Itali dhe e pasur me imazhe krijuese dekorative, simbolike që vinë nga tragjedia në vendin e tij, të cilat janë të njëjta me tragjeditë dhe genocidin e kudo ndodhur në botë. Kjo e bën gjuhën e tij universale dhe tronditse, por shumë sqimtare dhe profesionale. Periudha e tretë nis në vitin 1984 dhe deri në kohët që jetojmë, dhe ajo ka në zanafillën e saj jetën dhe krijimtarinë abstrakte të zhvilluar në Gjermani, por që vazhdon të jetë krejt e lirë në tema, ku njeriu dhe ndjesitë e tij në mjedisin që e rrethon janë baza e zhvillimit të subjekteve të këtij piktori të madh dhe cilësor të mjediseve shqiptare dhe jo vetëm të tilla. Libri është i pasur me tema shumë konkrete që lidhen me ritmin e artit, me procesin krijues, me gjininë e portretit, me ngjyrat, me praktikat artistike dhe me gjestin e artistit.
Autoria në këtë libër i ka dhënë një vend të veçantë mendimeve me vlerë të dhëna nga shumë kritik të ish Jugosllavisë, si poet, artist dhe kritik shqiptar të Kosovës, ndërta dhe i mrekullueshmi Ali Podrimja, si dhe nga artistë të shquar dhe miq të Italisë si Renato Guttuso. Libri ka një album imazhesh të veprave të artit të Gjelosh Gjokës, një biografi e plotë ilustruar me fotografi nga jeta e artistit. Të dashur miq, me këtë botim mjaft interesant i erdhi fundi dhe emisionit të sotëm Art dhe Art. Së bashku me Dr. Abaz Hadon kemi përcjellë tek ju informacione të shumta lidhur me artin pamor. Dua t'ju kujtoj që ritransmetimin ju mund ta ndiqni ditën e premte në orën 12, por gjithashtu edhe të hënave në orën 20 në platformën digjitale të televizionit shqiptar në kanalin RTS Art. Ndërkohë, emisioni Art dhe Art me të gjithë ekipin e tij vijon të qëndrojë në korrent të gjithë aktiviteteve që lidhen me artin pamor që zhvillohen në kryeqytet, por jo vetëm, edhe në të gjithë Shqipërinë. Dua t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe t'ju lë takimin e radhës të dielën e ardhshme në po të njëjtën orë, 18:50. Bashkë mirupafshim.